Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinin informative 21 drejt për drejt. Me 62 vota për dhe 36 kundër, Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të dytë projektligjin për buxhetin për vitin 2026. Buxheti i Kosovës është rreth 4 miliard euro dhe është cilësuar si përkohshëm dhe emergjent. Opozita e kundërshtoi miratimin e buxhetit pa amandamentime, ndërkohë që PDK-ja tërhoqi të gjitha propozimet e saj. Buxheti i Kosovës i miratuar nga shumica parlamentare nuk përfshiu asnjë nga amandamentet e opozitës, e cila nuk votoi për të, pavarësisht se zyrtarët e qeverisë e cilësuan si buxhet i përkohshëm dhe emergjent që mund të rishikohet në muajt e ardhshëm. Para votimit, përfaqësuesi i televizjes Vetëvendosje e bën aq të qartë se nuk do të mbështesnin asnjë propozim tjetër që del jashtë vijave të përcaktuara buxhetore. Vetë ministri i Financave Kuran Murati i bëri thirrje deputetëve që mos të mbështesin amandamente për implikime financiare shtesë, duke kundërshtuar të gjitha nismat e partive të opozitës. Për sa i përket projekteve dhe iniciimit të projekteve tjera, pra asnjë projekt nuk mund të iniciohet prokurimi për të. Këtë mund të konfirmoni edhe me komunat ku qeverisni ju. Pra asnjë projekt nuk mund të iniciohet prokurimi për shkak se nuk ka buxhet dhe nuk mund të bëhet zotimi i mjeteve duke mos e pasur buxhetin në fuqi. Vetëm 2 amandamente u përfshin në projekt buxhetin e miratuar në leximin e dytë dhe që të dyja kishin të bënin me buxhetin e Prishtinës dhe të Shtimes. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje, Arbria Negafci, tha se temat që janë prioritet dhe premtim elektoral i lëvizjes Vetëvendosje do të adresohen gjatë rishikimit të buxhetit që do të ndodhë brenda vitit. Grupi parlamentar i lëvizjes Vetëvendosje mbështet projekt ligjin për buxhetin e lexim të dytë, sipas propozimit të qeverisë. Mbështesim edhe amandamentet në dakordim edhe me Ministrinë e Financave, të cilat adresojnë buxhetin e komunës Prishtinës dhe të Shtimes. Përpara votimit të projekt buxhetit të ri të Kosovës, që sipas qeverisë mbërrin në 4 miliard euro, Partia Demokratike e Kosovës tërhoqi të gjitha amandamentet e propozuara. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, tha se kjo parti nuk do të mbështesë projektligjin për ndarjen buxhetore për vitin 2026. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, përkatësisht deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ne i tërhekum të gjitha amandamentet dhe nuk e mbështetëm këtë buxhet që nuk i reflekton as përbërmjen e qeverisë, nuk është dokument profesional, përtej soj ka shumë defekte edhe për vitin 2026, mirë po do të jetë i dëmshëm edhe për vitet pasuese si rezultat i mungesës të kompetencës dhe përgatitjes profesionale. Lidhja Demokratike e Kosovës tha se ka paraqitur 21 amandamente të cilat, siç tha shefja e grupit parlamentar Jehona Lushaku Sadriu, kanë adresuar probleme reale të qytetarëve, por që nuk kanë marrë mbështetje në komisionet parlamentare. Ne si grup parlamentar kemi paraqitur 21 amandamente për projektin e ligjit për buxhetin 2026 dhe nga këto 21 amandamente nuk kanë kaluar përmes komisioneve dhe gjithsesi komisionit për buxhet. Andaj me këtë rast ne ju bëjmë thirrje që t'i vëni amandamentet tona në votim në kuvend, me që besojmë thellësisht që amandamentet tona adresojnë probleme reale të qytetarëve. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, deklaroi se në rast se nuk do të merren parasysh amandamentet e propozuara nga AK-ja, i gjithë procesi i miratimit buxhetit do të konsiderohet si mashtrim. Nëse edhe kësaj here nuk do të kalon në seancë asnjë amandament i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i krejt ushtrimi edhe i leximit parë, edhe i procesit të shkurtimit të afateve për diskutimin e amandamenteve që i kemi bërë në seancë, ka qenë një mashtrim optik. Pa ne do të jemi këtu, do t'i lexojmë amandamentet tona dhe do të shohim a do të marrin apo jo mbështetje. Me miratimin në leximin e dytë nga Kuvendi i Kosovës, projektligji për buxhetin e vitit 2026 do të hyjë në fuqi si kornizë përkohshme financiare, me theks në sigurimin e vazhdueshmërisë së funksionimit të institucioneve qendrore dhe komunale. Qeveria e Kosovës ka miratuar programin e projektligjeve për vitet 2026-2028. Ekzekutivi vendosi pakon e 19 të masave ndaj Rusisë dhe Bielorusisë, duke e përshtatur politikën e jashtme me Bashkimin Evropian. Ndërkaq themeloi edhe 2 ndërmarrje publike lokale, si dhe një zyrë për ekspertizë dhe mbikëqyrje strategjike brenda zyrës së kryeministrit.
Kryeministri Albin Kurti tha se prioritetet gjatë periudhës 2026-2028 do të jenë miratimi i 2 projekt ligjeve, ai për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe projekt ligji për çmimet tavan. Në kuadër të agjendës legislative do të prioritizojmë, pra për vitet 2026 dhe 2028, procedimin e projekt ligjit për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe projekt ligjin për çmimet tavan, të cilët do t'ja përcjellim më pas Kuvendit të Republikës Kosovës. Krahas kësaj, qeveria i dha dritën e gjelbër projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për qasje në arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor. Kurti tha se kjo ujdi është në kuadër të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe se do të heqë pengesat dhe do të afrojë standardet akademike në rajon. Synon të krijojë një hapësirë më të hapur dhe më funksionale të arsimit të lartë në rajon. Përmes saj lehtësohet qasja dhe pranimi i studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, duke hequr pengesat administrative dhe duke afruar standardet akademike ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Me këtë projekt ligj, ne synojmë të garantojmë mobilitet real akademik, njohje të ndërsjellë të kualifikimeve të arsimit mesëm dhe të lartë. Gjithashtu, qeveria mori vendim që të themeloj 2 ndërmarrje publike komunale. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se këto ndërmarrje do të ofrojnë shërbime të rëndësishme, përfshirë mirëmbajtjen e hapësirave të ndërtesave publike dhe të tjera. Ndërmarrja do të ofrojë shërbime të rëndësishme për komunën, duke përfshirë mirëmbajtjen e hapësirave dhe të ndërtesave publike, transportin e nxënësve dhe shërbime të tjera për institucionet që aktualisht prokurohen nga operatorët privat. Në këtë mënyrë ofrohen shërbime me kosto më të ulët dhe cilësi më të qëndrueshme. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glaukë Njufca tregoi se cilat fusha do të prekin sanksionet e reja të vendosura ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Për zbatimin e pakos 19 të sanksioneve të BE-s, si dhe masave shtesë të BE-s ndaj Federatës Ruse. Pakoja synon sektorin e energjisë, financave, kompleksin ushtarako-industrial, tregtin dhe zinxhirët e furnizimit me modra ushtarake dhe me përdorim të dyfisht, shërbime strategjike përfshirë teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, si dhe ndërmjet masa lidhur me kontrollin e lëvizjes së diplomatëve rus dhe përgjegjësinë për rrëmbimin dhe deportimin e fëmijëve ukrainës. Mosat përfshin gjithashtu veprimet harmonizuara ndaj Bielorusisë, duke synuar sektor të ngjajshëm ekonomik, financiar dhe teknologjik. Kryeministri Albin Kurti arsyetoi edhe themelimin e zyrës për ekspertizë, zbatim dhe mbikëqyrje strategjike. Sipas tij, kjo zyrë do të jetë një instrument për të garantuar që prioritetet e qeverisë të mos mbeten në letër, por të zbatohen. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi se Bordi i Paqes lehtëson mundësinë e anëtarësimit të Kosovës në NATO. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, ministri Maqedonci tha se Forca e Sigurisë së Kosovës është e gatshme që të zbarkojë në misione paqëruajtëse, derisa shtoi se edhe partia e tij Lëvizja Vetëvendosje mbështet zotimin e Kosovës në këtë bord. Me ministrin Maqedonci bisedoi gazetarja Valmira Hoti. Tashmë është pjesë e Bordit të Paqes. Presidenti Osmani tha se ky bord fuqizon PSK-n drejt anëtarësimit në NATO. Në cilë sektor do të mund të kontribuojë PSK-ja në këtë zotim? Po, dihet që Bordi i Paqes është një iniciativë e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, kurse sa i përket angazhimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ne kemi pasur praprakisht në dhjetor një takim pjesëmarrje të komandantit të FSK-s Gjeneral Jasharit në konferencën e parë për themelimin e forcës stabilizuese për Gazën, që është një forcë që po krijohet bazuar në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s 2803, që ka një farë forme adresuar çështjen e mundësisë së krijimit të një force stabilizuese për Gazën. Forca e Sigurisë së Kosovës normalisht është një forcë profesionale, forcë e përgatitur me
mund të themi me standardet e NATO-s dhe e gatshme për të zbarkuar në misione paqëruese. Dihet që një ndër 3 detyrat kryesore të forcës së sigurisë së Kosovës është zbarkimi në mbështetje të paqes kudo në botë, krah partnerëve dhe aleatëve tonë. Aktualisht, unë si ministër bashkë me komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës jemi duke shqyrtuar dhe analizuar kapacitetet me të cilat forca e sigurisë së Kosovës mund të kontribuojë në këtë forcë stabilizuese në Gaza dhe kjo analizë normal po bëhet duke pas parasysh shumë element dhe shumë mundësi që kemi brenda forcës së sigurisë së Kosovës për dislokim jashtë vendit, mund themi në këtë rast në forcën stabilizuese në Gaza. Ne së shpejti normalisht do të nisim procedurat e tjera që kërkohen, sepse dihet që deri më tani kemi vetëm vullnetin politik të presidentës, të kryeministrit dhe të pjesës tjetër, mund themi, të dikastereve qeveritare që ndërlidhen me çështjen e paqes dhe sigurisë, kurse tani do të hyjmë në fazën kur ne bashkë me komandantin e FSK-s do të dërgojmë, mund themi, rekomandimin në qeverinë e Kosovës për pjesëmarrje. Vendimi politik mirret nga qeveria e Republikës së Kosovës për pjesëmarrje në Gaza. Pastaj është faza tjetër kur duhet një aprovim nga Kuvendi i Kosovës për të kaluar pastaj në fazën e fundit që është autorizimi nga presidentja për të marrë pjesë në Gaza bazuar në vendimin e qeverisë dhe të Kuvendit. Mirë po aktualisht ne kemi kapacitete cilat mund t'i ofrojmë. Mund të them që shpejti normalisht do të bëhen të ditura ato kapacitete me të cilat FSK-ja do të operojë në Gaza, por çka mund të them është që me të vërtetë kjo është një arritje për vendin tonë, faktikisht që ne jemi pjesë e një misioni kaq humanitar në mbështetje të, mund të themi, të paqes në një zonë ku konfliktet kanë zgjatur për shumë vite dhe Forca e Sigurisë së Kosovës, më saktësisht Republika e Kosovës, po merr pjesë në një forcë stabilizuese që po ndërtohet prej një rezolute të OKB-s, pasi që ende vend i OKB-s. Keni vënë pa tashmë do të thotë sektoret ku FSK-ja do të mund të participojë apo ende jo? Ne po shikojmë shumë mundësi, tash varet edhe nga kërkesat që vjen prej, mund të themi, drejtuesve të forcës stabilizuese, ku është nevoja më e madhe për pjesëmarrjen tonë, por edhe ku ne kemi kapacitetet më të specializuara. Ne tash kemi dëshmuar që në të gjitha fushat kemi zbarkuar, kemi pasur operacionin në lindjen e mesme, ku kemi pas një ekip të Forcës Sigurisë së Kosovës. Jemi aktualisht duke marrë pjesë në trajnimin e, mund të themi, regrutëve Ukrainas në Britani të Madhe, si pjesë e operacionit Interflex. Kemi bashkëzbarkuar edhe me Britaninë e Madhe në ishujt Belize, në Belize dhe në ishujt Falkland, por gjithashtu edhe kemi marrë pjesë në operacionet të tjera humanitare me ekipet të deminimit dhe ekipet të kërkim shpëtimit. Pra, kemi shumë fusha ku mund të angazhojmë pjesëtarët tonë për të kontribuar në Gaza, mirë po aktualisht tash jemi në fazën e një analize e cila normalisht ndërlidhet me kërkesat që vijnë pikërisht nga forca stabilizuese. E ndihmon Kosovën ky bord sipas jush drejt antarësimit në NATO, të një antarësimi më të shpejtë sigurisht në NATO e fuqizon FSK-n? Republika e Kosovës ka bërë hapa të jashtëzakonisht të rëndësishëm në parafrimin me NATO, si në aspektin diplomatik, politik, ekonomik, po gjithashtu edhe në të mbrojtjes që është ajo pjesa kryesore që kërkohet për NATO. Ne po ndërtojmë një forcë kompatibile me NATO që disa vite po furnizohemi nga NATO, po mendoj nga vendet e NATO-s me armë dhe municione që janë të standardeve të tyre. Gjithë personeli ynë trajnohet, edukohet në shkollat e NATO-s dhe është i përgatitur për, mund të themi, operacione së bashku me NATO-n. Normalisht çdo pjesëmarrje në çdo, mund të themi, institucion apo iniciativë që drejtohet nga SHBA dhe vendet e NATO-s mundson, lehtëson aspektin e pranimit të Kosovës në NATO si anëtare e plot. Mirë po, e thasha më herët, ne kemi pasur edhe shumë hapa që kemi ndërmarrë. Ne jemi pjesë e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Ne gjithashtu bashkëpunojmë vazhdimsi me NATO. Ne kemi një ekip të NATO-s që disa vite në Kosovë.
Ne përveç tjerash po ndihmojmë Ukrainën me aktivitetet tamam, mund të themi ushtarake, por edhe jemi duke ndërtuar një forcë që është kompatibile me natën. Pra, çdo iniciativë kontribon, këtë rast dhe bordi poshës është një ndër kontribuesit, por është për të theksuar një fakt që gjatë muajit dhjetor, në ligjin për mbrojtjen të Shtetit Bashkuara të Amerikës, është theksuar edhe fakti që Kosova edhe Bosnia, që janë dy vendet e vetme që ende nuk janë antarësuar në NATO nga Ballkani Perëndimor, në atë ligj pra adresohet çështja edhe antarësimit të tyre të plotë. Ndërkohë me që jeni nga radha televizjes vetëvendosje, do ta mbështes vetëvendosje këtë zotim, këtë marrëveshje kur do që vije për ratifikim në kuvend, e mbështesni Bordin e Paqes, zotimin nga presidenti Osmani? Pjesëmarrjen në forcën stabilizuese për Gaza e ka miratuar kryeministri i Republikës së Kosovës me 11 dhjetor, pra para pothuajse 2 muajve, dhe kjo është bërë gjithmonë me qëllimin që ne të kontribuojmë për paqen dhe sigurinë në Gaza, pra nuk është Bordi i Paqes që lidhet direkt me çështjen e Gazas, lidhet me shumë çështje në nivel global të aspektit të sigurisë, normal që mes tjerash është edhe Gaza, mirë po duke qenë që kryeministri vetëm e ka bërë të qartë përmes aprovimit të pjesëmarrjes sonë në konferencën në Doha të Katarit për forcën stabilizuese, kjo nënkuptohet që është edhe një mbështetje për paqen dhe sigurinë në botë. Pra mbështesni Bordin e Paqes? Është deklaruar edhe më herët edhe kryeministri në deklaratat e tij që është i mirëseardhur çdo bord, çdo mund të themi institucion i cili kontribon për paqen, këtë rast edhe Bordi i Paqes është një organizëm, një iniciativë që po kontribon për paqen dhe sigurinë aq më tepër kur kjo kërkesë për pjesëmarrjen e Kosovës vjen nga presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. A do duhet që ky zotim të vinte sa më shpejt për ratifikim në kuvend? Unë besoj që tashmë pas normalisht zgjidhjes edhe së çështjes së presidentit, ne do të kalojmë në hapat e tjerë të mund të themi të vendimarrjeve në raport me shumë çështje në Republikën e Kosovës, mes tjerash do të jetë edhe ky zbarkimi në Gaza, por edhe Bordi i Paqes edhe aktivitetet e tjera për cilat kërkohet miratim i kuvendit. Faleminderit shumë ndërruar për kohën. Faleminderit për jush. Edhe partitë opozitare i kanë dhënë mbështetje zotimit të Kosovës në Bordin e Paqes, në PDK, LDK dhe AK e vlerësojnë pozitivisht pjesëmarrjen e Kosovës në këtë bord dhe sipas tyre zotimi duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza, në kryetarin e LDK-s Lutfi Aziri dhe me deputetin e AK-s Daut Haradina i bisedoi gazetarja Valmira Hoti. Zotri Hamza, a e përkrah PDK-ja zotimin për Bordin e Paqes në shkuar sigurisht nga presidenti Osmani, kur do që ai të vije për ratifikim në kuvend? PDK-ja gjithmonë e përkrah me qenë Kosova aty ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si vlerësoni këtë përfshirje të Kosovës në këtë bord? Ne vlerësojmë si diçka pozitive dhe sigurisht se Kosova do të jap kontributin e vet me këtij bordi, varësisht prej asaj në çka kërkohet dhe çka janë mundësitë e Kosovës. Pra dhe ju si opozit jepni mbështetje? Gjithsesi edhe pas një rezervë. Zotri Aziri, a e përkrah LDK-ja do të thotë zotimin për në Bordin e Paqes, zotimin e Kosovës, ku do të thotë Kosova është pjesëmarrëse me presidentin Vjosa Osmani që në shkruajnë? Natyrisht që po, ne kemi reaguar në ftesën e parë presidentit Trump për Republikën e Kosovës, për presidentin e Kosovës. Pjesëmarrja e Kosovës në Bordin e Paqes është një moment historik. Rreshtohemi krah shteteve dhe rolit amerikan në veçanti, shteteve që po luftojnë shumë në ndërtimin e paqes për jo vetëm lindjen e mesme, por në gjitha zonat e konfliktit. Po kjo që dje ka ndodhur vërtet është një ngjarje e mirë për Republikën tonë. Do duhet të ratifikohej ky zotim në kuvend, dje kryetari i LDK-s Hadiçiku tha që duhet të ketë ratifikim. Natyrisht, për me fuqizu edhe pjesëmarrjen tonë atje, edhe statusi i cili do të definohet në këtë bord paqes më vonë, do të ketë një ratifikim në Kuvendin e Republikës. Patjetër do të kalon për Kuvendin e Republikës. Ne gjithsesi e përkrahemi edhe kemi përkrahur publikisht, edhe mendoj që mas një periudhe gjatë kohore është një prej dëshmive që raportet tona me SBA-n janë stabile, janë forta dhe unë jam shumë i udhëtar që mi pa trupat tona në misione pasore, sidomos në atë pjesë ndihmë.
duhet të ratifikojë sa më parë në kuvend, ashtu siç kishte paralajmëruar presidenti Osmani në momentin që kishte nënshkruar pas nënshkrimit? Nuk e di a quhet marrëveshje ndërkombëtare akoma, por në rast se do të jetë marrëveshje ndërkombëtare, unë votoj edhe besoj Aleanca voton edhe nuk mendoj që do të ketë një deputet shqiptar kundër, sepse unë konsideroj një të arritur të madhe. Faleminderit juve. Mbesim edhe më tej në temën e njëjtë për takimin inaugurues të Bordit të Paqes, i cili është mbajtur dje në Washington. Flasim tani me njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuçi. Përshëndetje, zoti Kuçi. Përshëndetje për ju dhe shikuesit tuaj. Atëherë, presidenti amerikan Donald Trump tha se tashmë vendet aleate kanë kontribuar me $7 miliardë për ta ndihmuar Gazën, derisa Kosova, Shqipëria dhe 3 vendet të tjera janë zotuar për të ndihmuar me trupa ushtarake. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën dhe FSK-n? Në takimin do të thotë që u mbajt dje që ishte inaugurues, kishte hapa pozitiv se përket çështjes së Kosovës në aspektin e formimit të saj diplomatik në vende të ndryshme, për shkak se në këtë bord ishin të pranishëm rreth 50 shtete me delegatë të ndryshëm, të raungjeve të ndryshme, pra që i bie që ka pasur mundësi të ketë kontakte, por edhe prezantime të ndryshme me njerëz të shteteve të ndryshme edhe të atyre që nuk e kanë njohur, dhe përveç tjerë, po ashtu të treguohet edhe një lloj serioziteti që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj ruajtjes së Kosovës, dhe po ashtu edhe Kosova që të treguohet një aleat i efektshëm ose i dobishëm, të themi më mirë, ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne e dim që kapacitetet e Kosovës sa i përket kontributit me para janë të vogla kundër shteteve të mëdha, sepse aty përveç që deri në 7 miliardë euro premtimi janë shku deri në 17 miliardë euro premtimi për ndërtimin e Gazës, por megjithatë Kosova mund të jap kontributin e vet sikur që ka japur tashmë në disa misione ndërkombëtare, ajo nëpërmjet forcës së sigurisë së Kosovës. Por e mira e gjithë kësaj tregon është që vetë prania ose pranimi i FSK-s që të jap kontributin e saj në misionet e paqes tregon që ka një besim ndërkombëtar dhe të aleatëve ndaj institucioneve të Kosovës dhe forcës së sigurisë së Kosovës, për shkak se ky institucion ka treguar kapacitetet e duhura dhe ka treguar efektivitetin e duhur edhe në terren që tashmë të jetë një kontributuese e denjë në marrëdhënie ndërkombëtare. Përveç tjerash, Kosova do thotë është duke përfituar edhe hapa diplomatik nga aspekti i kësaj çasti që është duke treguar Trump me Bordin e Paqes, për shkak se ky bord është duke i ofruar edhe përveç kontakteve të ndryshme është duke i ofruar edhe atë seriozitetin dhe rëndësinë gjeopolitike që duhet ta ketë një shtet në rajonin ose një shtet i vogël siç është Kosova në këtë rajon, për shkak se ka një propagandë të jashtëzakonshme nga Serbia, e cila vazhdimisht ndër vite është munduar që të paraqesë Kosovën si një shtet të dështuar në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe po ashtu të paraqesë si një shtet i cili nuk ka aftësinë që të hyjë ose të në marrëdhënie ndërkombëtare, se të rri prapa marrëveshjeve ndërkombëtare, madje edhe vetë në takimin e fundit që e pati Vučić në Indi me përfaqësuesin indian duke përfshirë edhe Mondin, atje e tha të njëjtën gjë, mirë po përfaqësimi i Kosovës në Bordin e Paqes dhe sjellja e Trump ndaj Kosovës tregoi të kundërtën dhe po ashtu e demantoi propagandën e Serbisë. Ky hap edhe më shumë ushtrinë e Kosovës me NATO-n në kuptimin e procesit të integrimit në këtë aleancë, pra në çmas mund të përshpejtohet ky proces nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse e shtyn përpara? Po, Kosova tashmë është vetëm e ka edhe 2 vitet e fundit të procesit të përfundimit dhe transformimit në një ushtri të mirëfill të forcës së sigurisë së Kosovës. Pra po flasim për periudhën tranzicionale dhe vjeçare nga 2018-2028. Krejt që mund të bëjë kjo sepse Kosova është duke vazhduar me hapa shumë të fuqishëm drejt realizimit të këtij procesi dhe tashmë FSK ka treguar këtë dhe janë 2 vitet e fundit ku pritet të përmbyllet kjo dhe standardet e NATO-s janë duke ndjekur me përpikmëri nga forcat e sigurisë së Kosovës. Sigurisht që në vitin 2028 mund të presim që Kosova të bëhet antare e NATO-s, por gjasme që ka mundësi edhe që kjo çështje të përshpejtohet të hapat në
realizimin e antarësimit të Kosovës në NATO, por edhe nëse Kosova nuk antarësohet para vitit 2028 në NATO në formën zyrtare, atëherë bashkëpunimi i FSK-s me NATO, por dhe bashkëpunimi i FSK-s tani në misionet e tilla ndërkombëtare tregon që FSK-ja është një aleat i fuqishëm i NATO-s, i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe përveç tjerë tregon që kontributi i saj është i mirëfillt dhe kontributi i saj është i shmurshëm dhe po ashtu vlerësohet nga NATO-ja dhe thirret në misionet e tilla përderisa kjo tregon edhe një mirëbesim për shkak se Kosova nuk tregon, domethënë, përfshirjen e çështjeve të cilat nuk duhet të përfshihet dhe po ashtu nuk merron, nuk është një furnizuese me armë siç ka qenë Serbia, për shembull Serbia ka furnizuar të gjitha palët kudo që ka ndodhur ndonjë lutje në formë legale dhe ilegale ka është përfshirë në furnizim me armë. Kosova nuk ka bërë veprime të tilla dhe përveç tjerë Kosova dhe nuk ka bërë hapa të cilat tregojnë që mund të shkelin të drejtat e njerëzit, marrëveshje ndërkombëtare se diçka e tillë. Pra është duke u dhënë një mirëbesim mjaft i mirë që Kosova edhe me tutje duhet të vazhdoj ta shfrytëzojnë nga aspekti diplomatik dhe po ashtu ta avancojë edhe më shumë Kosovën, forcën e sigurisë së Kosovës dhe bashkëpunimin me aleatët perëndimor. Po, dhe tash e dim që pas mbledhjes së djeshme, marrëveshja për pjesëmarrjen e Kosovës në Bordin e Paqes duhet të ratifikohet edhe në Kuvendin e Kosovës, por duket se nuk do të ketë problem pasi që edhe sot gjitha partitë parlamentare kanë shprehur mbështetje që Kosova të jetë pjesë e këtij Bordit Paqes. Sigurisht që kjo marrëveshje dhe shumë marrëveshje ndërkombëtare që Kosova i ka arritur asnjëherë nuk kanë qenë jashtë vijave dhe konturave të cilat përbën interesin e Kosovës me aleatët perëndimore dhe kjo është nga ato marrëveshje të cilat e paraqet interesin e Kosovës. Pashka sa mund të jetë kontributi i madh apo i vogël, megjithatë vetë përfaqësimi i Kosovës në këtë bord është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe aktet e tilla të cilat janë të rëndësishme për shtetin nuk duhet të paraqesin argumente për mosvotim apo votim ose për ndonjë shfrytëzim politik të brendshëm, për shkak se e dëmton jashtëzakonisht Kosovën dhe sigurisht gjithë klasën politike e qetë jo serioze, pra një mosvotim ose një dalje kundër kujdo qoftë ndaj kësaj marrëveshje e paraqet edhe vetë ato sikur persona, përfaqësues apo grupacione të cilët nuk janë shumë pro Kosovës dhe një persona të cilët nuk janë duke e verifikuar mirë interesin e Kosovës, andaj si marrëveshje duhet të kaloj pa ndonjë problem në Kuvendin e Kosovës dhe madje në bashkëpunim me presidentin kjo duhet të shfrytëzohet për interesin e Kosovës. Po, dhe e dëgjuam dje fjalimin e presidentit të SBA-s Donald Trump, i cili e përsëriti se ka ndihmuar në zgjidhjen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë, pastaj e vlerësoi punën e presidentes Osmani dhe tha se mund ta telefonojnë personalisht atë nëse këto dy vende kanë probleme. Dhe pa përgjigjen e presidentes që i tha se do të telefonoj. A ishte kjo një garanci tjetër për Kosovën nga SBA-ja? Po, ishte një gjuhë diplomatike përdorur në publik mjaft e qartë dhe mjaft e suksesshme për shkak se ne e dim invazionin nëpërmjet luftës hibride që është duke prodhuar Rusia dhe Serbia kundër Kosovës dhe vendet e tjera të Ballkanit, veçanërisht kundër Kosovës, ata kanë paraqitur interesa të vazhdueshme sepse vetë propaganda atyre që e kanë bërë në kupton se kur do të merr një propagandë ndaj një vendi tjetër është e gatshme që të bëjë një invazion ndaj atij vendi dhe kjo tregoi edhe një herë qartë që Kosova ka përkrahjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kujdestare të ruajtjes së sovranitetit të Kosovës. Duhet ta kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin përkrahëse edhe të gjithë procesit që ka ndodhur në Kosovë dhe po ashtu edhe largimit të strukturave kriminale të Radojçiçit, Veselinovićit dhe të tjerëve nga vereu i vendit, për shkak se ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilat në dhjetor të vitit 2021 i futën në sanksione 11 persona serb duke përfshirë Radojçićin, Veselinovićin dhe 9 të tjerë dhe po ashtu rreth 25 entitete dhe biznese serbe që i futën në sanksione për shkak të krimeve të tyre dhe për shkak të trafikimeve me çështje të drogës, po ashtu me trafikim me qenie njerëzore dhe veprime të tjera kriminale dhe kjo ishte drita e gjelbërt e cila ju japi një përkrahje Kosovës që duhet të vazhdojë me heqjen e këtyre strukturave. Pra asnjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë një shtet i cili nuk e ka përkrahur Kosovën, ka vendosur sanksione ose diçka e tillë, por kanë qenë një çështje e një diplomacie të mezhur dhe një diplomacie të fuqishme dhe një përkrahje ndaj shtetit të Kosovës. Duhet ta kemi parasysh që Kosova, kam thënë tjetra herë, nuk ka një aftësi të tillë që të
prish marrëdhënien të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak se nuk kemi shtet i cili përbëm një forcë të madhe e cila mund të rezistojë në çështje të tilla, por jemi një shtet i cili mund të përbëm një aleat sado i vogël, por shumë i rëndësishëm për rajonin që mund të shtyjmë përpara dhe mund të bëjmë përkrah i gjeostrategjisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Pra veprimet e Donald Trumpit dhe Zonis Osmani, presidentës së Kosovës në bordin e paqes atje, ishin veprime të cilat treguan një diplomaci dhe një përkrahje të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu siguracione të cilat i bën Shtetit të Kosovës që nuk mund të ketë ndryshim të gjendjes, ndryshime të territorit apo çështje të tilla, të cilat deri me tani janë propaganduar nga lobi serb, lobi roz dhe po ashtu njerëz të tyre. Kryeministri Rama, ndërkohë, Kryeministri i Shqipërisë gjatë fjalimit të tij përmendi dje edhe gjykatën speciale, duke i kërkuar presidentit Trump të bëjë diçka për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, po mbahet padrejtësisht në Hag. Edhe presidenti Osmani dje në emisionin Klik të Radio Televizionit 21 tha se ka biseduar me Trumpin për specialen, por nuk ndau detaje. Çfarë mund të bëjë sipas jush Trump dhe administrata e tij në këtë rast? Du ta kemi parasysh që së pari çështja e gjykatës speciale është një çështje e cila ka devijuar komplet nga fillimi i saj, pra është filluar me propagandën e akuzave të cilat thonë që ka pasur me trafikim të organeve njerëzore dhe me dyshime mbi 500 persona, gjë që në fillimet e saj ka hedhur poshtë këtë akuzë, pra vetë si institucion që është krijuar për të zbardhur këtë raste, me nuk është marrë me këtë çështje, pastaj për të arsyetuar vetveten është marrë me disa krime, lufte të bërë nga ushtria qeveritare e Kosovës dhe po ashtu çështje të cilat kanë bën me dhunimin e të drejtave të njerëzit, dhe si i tillë është treguar që është një proces politik, një proces jo i drejtë për shkak se vetë gjykata speciale nuk ka arritur që të ruaj argumentet mbi të cilat është krijuar, andaj kjo përbën një element të dyshim se çfarë mund të jetë infiltruar brenda kësaj gjykate për shkak të këtij procesi dhe vetë fjala prokurorisë e cila e shprehu për 45 vite burg për secilin nga 4 përfaqësuesit dhe nga 4 krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës përbën po ashtu një dyshim të denjë se pse ka arritur në këtë konkludim pa argumentet e duhura që këta persona duhet të dënohen, apo vetëm vjen duke dhënë shamblone dhe sigurisht që ka qenë drejt edhe veprimi i zotrit Rama edhe veprimi i presidentës që të kërkojnë ndihmën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës që të ndikojnë nëpërmjet fuqisë së tyre lobuese dhe po ashtu nëpërmjet fuqisë së tyre të drejtësisë që të reagojnë ndaj gjykatës speciale e cila duhet të marrë hapat që kanë të bëjnë me drejtësi dhe jo me politikën. Ne dimë që gjykata speciale atje ka qenë një iniciativë me presionet e Rusisë, në Këshillin e Evropës raporti i dikmartë është kaluar nga me presionin e Rusisë Konstantin Konstachevit konkretisht dhe përveç tjerash ne e dimë që ka pasur madje edhe hetime nga Oleksi që nuk ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka kryer krime dhe nuk ka bërë trafikim të organeve njerëzore dhe madje edhe vetë dikmartën e vitin e 2009 me një historian serb e kishte pranuar që nuk kanë argumente ndaj UÇK-s dhe e gjithë kjo duke përfunduar tani me disa argumente krejtësisht tjera kundrejt atyre raporteve që janë dhënë, sigurisht që bën dyshime për kamuflim të fakteve të tjera, për kamuflim të fakteve po them, për shkak se ata synojnë që në fund të fundit ose ta bëjnë këtë për çështje të ndryshme të cilat hyjnë në funksion të Rusisë dhe Serbisë, apo për ta mbrojtur vetveten dhe punën e tyre tashmë të dështuar. Po, zoti Kuçi, nëse i referohemi marrëdhënieve midis Kosovës dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës, viteve të fundit është përfolur shumë se këto raporte janë dëmtuar për shkak se kemi pasur kritikat shpeshherë të forta nga zyrtarët e lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për veprimet që kishte ndërmarrë qeveria e Kosovës në veri të vendit, cilat u quanin si të pa koordinuara. Apo përmirësohen këto raporte tashmë edhe me këtë takim me bordin e paqes, pra apo forcohen këto marrëdhënie siç kanë qenë? Sigurisht që vazhdimisht nëpërmjet interpretimeve sipërfaqësore ne mund të bëjmë që mund të themi që ka pasur afërime dhe largime të marrëdhënieve të Kosovës me
Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu sikur që në përmjet interpretimeve sipërfaqësore mund të themi që ka pasur edhe largim të komunikimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me vende tjera perëndimore, por megjithatë duhet të kemi parasysh që këto janë vetëm çështje edhe deklarime sipërfaqësore nga njerëz të cilët më shumë paraqisin oponenca të ndryshme politike se sa analizat e mirëfillta, andaj ne duhet të bazojmë gjithmonë në analizat e mirëfillta. E përmendëm me herët që ka qenë për veprimet në veri të Kosovës dhe për veprimin ndaj grupeve kriminale në veri të vendet ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo e cila ka marrë hapat e parë, dhe pastaj ka reaguar Kosova rreth 6 muaj më vonë dhe jo më një herë, dhe sigurisht që kjo ka qenë një dritë e gjelbërt për Kosovën që të veprojë, dhe përveç tjerash jam i bindur që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë furnizuar me informacione institucionet e Kosovës për këto çështje, sepse edhe vetë Britania e Madhe, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë inteligjencat e tyre të fuqishme në Kosovë, në kuadër të KFOR-it kanë informacione të denja për këto grupe kriminale se si kanë vepruar në veri të vendit. Andaj mund të themi që Kosova ka pasur vazhdimisht përkrahjen e duhur, por që nuk është dhënë ndonjë sinjal publik i cili do të bënte reagime të ndryshme kundër Shtetit Bashkuara të Amerikës apo aleatëve të tjerë, por është mbajtur një lloj diplomacie e cila ka qenë e nevojshme për kohën. Andaj kjo periudhë pasi ka përfunduar tani, atëherë ne kemi parasysh që marrëdhëniet tani me edhe publikisht janë duke rikthyer në binarët e saj, sepse strategjikisht gjithmonë kanë qenë në binarët e saj dhe Kosova ka pasur përkrahjen e saj. Dhe po ashtu tashmë kemi parë që edhe nga dallimi nga Davosi deri me takimet e fundit tashmë edhe është duke dalë kundërta e asaj që është proklamuar nga shumë persona që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa janë në një krizë të marrëdhënieve, nuk ka kriza të tilla të marrëdhënieve për shkak se janë të interesave gjeopolitike madhore, civilizuese dhe ideologjike, dhe është fatmirësi që Kosova ka hyrë në këto interesa dhe po besoj që Kosova duhet të punojë edhe më shumë që të ruajë këto, dhe çka është shumë e vlefshme që kur jemi në kuadër të çështjeve të tilla të ketë një unitet të klasës politike në Kosovë dhe të mos bëhen deklarime të cilat kanë efekte ditore dhe po ashtu më shumë kanë efekte përçarëse se sa efekte të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike. Krejtësisht në fund zoti Kuqi, vlerësimet e larta pozitive të presidentit Trump për presidenten Vjosa Osmani e fuqizojnë më shumë figurën e saj politike dhe a arrisin më shumë gjasat që të rizgjedhet presidente edhe për një mandat? Do ta kemi parasysh edhe një fakt tjetër që vazhdimisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur një perspektivë shumë të mirë për presidentet e Republikës së Kosovës. Edhe në kohën kur ishte zotri Thaçi president, Biden i drejtua me fjalë të arta atij, tani kemi edhe të rastin e Vjosa Osmani që ju drejtua edhe zotri Trump, dhe pra Shtetet Bashkuara të Amerikës i vlerëson liderët e Kosovës, vazhdimisht kush është në krye të vendit, dhe kjo tregon që ata janë duke përkrahur Kosovën pa marrë parasysh se kush është në krye të saj, përderisa ruhet vija strategjike, dhe zoni Osmani është ajo e cila ka ruajtur vijën strategjike në këto komunikime dhe në këto kontakte. Nëse e komentojmë nga perspektiva e politikave ditore, atëherë po sigurisht që në përkrahja e presidentit amerikan tani i jep një fuqizim zonis Osmani që ajo mund të zgjedhet edhe një mandat të dytë, por megjithatë kjo mbetet pjesë e konkludimeve të cilat e bën partitë politike dhe dakordësive të tyre për arritjen e votave të nevojshme në kuvendin e Kosovës. Megjithatë duhet të vlerësojmë që një përkrahje e tillë ka qenë e duhur për zonin Osmani në momente të tilla, asaj është nevojitur, nuk po themi që ne si një lloj përkrahje, por ka qenë e duhur për zonin Osmani në momente të tilla për shkak se e fuqizon në prag të përfundimit të mandatit të parë të saj si presidente, dhe ndoshta edhe me mundësinë që partitë politike të ndryshojnë në mendje dhe po ashtu të përkrahin zonin Osmani për një mandat të dytë si presidente. Mirë, zoti Kuqi, falenderoj shumë për kohën dhe bisedën dhe për këtë analizë që bëhet rreth takimit inaugurues të Bordit të Paqes. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Bisedua me njosin e marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuqi, vazhdoni të qëndroni me ne. Vazhdojmë me materialet tjera. Dy të akuzuarit për rastin Banjska, Blagojes Pasojević dhe Vladimir Tollić kanë vendosur të mbrohen në heshtje. I treti, Dušan Maksimović, kërkoi që të deklarohet në një seancë tjetër me arsyetimin se ka nevojë për konsultime me mbrojtjen e vet, gjë që u aprovua nga trupi gjykues.
Sipas deklarimeve në seancë, dy të akuzuarit kanë zgjedhur të shfrytëzojnë të drejtën ligjore për të mos dhënë mbrojtje në këtë fazë, ndërsa për të akuzuarin e tretë u kërkua shtyrje e dhënies së mbrojtjes për shkak të nevojës për shqyrtim të materialeve të lëndës. Dušan Maksimović do ta jep mbrojtjen e tij pranë gjykatës. Mirpo, ne për sot këtë gjë nuk mund ta bëjmë sepse Dušani nuk ka mundur të njoftojë në shkresat e lëndës, ashtu siç e kemi cekur dje. Prandaj propozoj që me mundësi ta shohim materialin video në qendrën e paraburgimit dhe që në seancën tjetër Dušani ta jep domethënë mbrojtjen e tij dhe të deklarohet. Pas këtyre deklarimeve, kryetari i trupit gjykues Ngalnim Arni aprovoi kërkesën e mbrojtjes së Dušan Maksimović që seanca e sotshme të ndërpritet, ndërsa e caktoi tjetrën në të cilën i akuzuari do të mbrojë veten për 18 mars. E sa i përket dhënies së fjalës përfundimtare në këtë proces gjyqësor, Arni tha se seanca do të mbahen me 15 dhe 20 prill. Sipas tij, gjitha palët do të kenë në dispozicion nga 1 orë gjysmë për t'i paraqitur argumentet e tyre. Meqense rasti është voluminoz, ju paralajmërojmë paraprakisht që fjalën përfundimtare të gjithë ta paraqitni në formë të shkruar, ndërsa do të keni një periudhë kohore, pa vlerësojmë orientimisht që do ta diskutojmë rreth 1 orë gjys secili veç e veç për të bërë përmbledhjen e asaj fjale përfundimtare. Gjatë seancës, Naim Rudari, avokati i zyrtarëve policor Alban Rashiti dhe Çlirim Shaqiri, paraqiti si prova raporte mjekësore dhe fotografi që, sipas tij, dëshmojnë se Alban Rashiti ka pësuar lëndime fizike, por edhe psiqike nga sulmi terrorist në Banjsk në shtator të vitit 2023. Rudari shtoi se Spasojević dhe dy të akuzuarit e tjerë nuk shëronin plag, por i shkaktonin ato. Gjatë seancës, trupi gjykues aprovoi administrimin e të gjitha provave të propozuara nga prokurori special Naim Abazi, ndërsa konfirmoi ligjshmërinë e këtyre provave, po ashtu aprovoi edhe disa prova të propozuara nga mbrojtja e të akuzuarve. Në 37 vjetorin e grevës së minatorëve, rikthehen kujtimet për sakrificën dhe qëndresën e tyre në mbrojtje të kushtetutës së vitit 1974. Pluri, errësira dhe uria nuk e thyen vullnetin e tyre, ndërsa solidariteti dhe mbështetja qytetare u shndruan në forcë kryesore të kësaj betejë për dinjitet dhe drejtësi. Recep Rahmani, një prej minatorëve që mori pjesë në grevë, tha se qëllimi i tyre ishte i qartë, mbrojtja e kushtetutës së vitit 1974 dhe të drejtave të tyre. Po, na u mundu me dialog, u mundu me fjalë, plus edhe 53 kilometra shkum Prishtinë kom, edhe kur gjë me ta, apet na tortureshin, na rreshin, s'na lanë vend kun si përfaqe u duhet me shku me hien dhe për gjalle, na shtini shka. Jemi himi mbrojt kushtetutën e 74-ës. Na jemi hi aty për me dek. Nëshe për me dek. Pse kur tham për me dek, po tham se i kum po vetë me sytë mi. Kur orë Hashim Parduzi, u kon penzioner, ish dol penzion, kur erë në bashkan gjithë, tha, Hashim thash, tha, qa kujtën, tha, që ju lo vetëm, ju morë ha me dek, me shuk, mi, tha, që tu ka me dek, tha, që ju lo, tha, le vetëm. A i kujtoj solidaritetin mes minatorëve dhe mbështetjen e popullit. 8 ditë e 8 net, neve që na kanë dhonë vullnet, me qindru edhe me dek, që thash pare, na kanë dhonë populli. Këtë populli, na bashkan gjithë e na përkrake. Qaja u konë, të na mas shumë të që populli, të i falimindru populli që na përkrake. Ne na lake edhe ma shumë vullnet. Na veç i kemi majtë për kërkesat, i kemi pas kërkesat e tëna, që apo na plesojnë që ato kërkesa. Pas ato s'na plesojnë, na rejtë, na të rëtun, dullu për jashtë. Ndërsa ish minatori tjetër Ajet Tahiri ka treguar se gjatë atyre ditëve, minatorët ishin shumë të lidhur mes vete dhe vepruan pa ndonjë kërkesë apo ndihmë nga udhëhecit. Po, me tregu të vërtet në përsa kena qenë jam, na s'kena mendu as me dalë mo gjallë për realizu ato kërkesat tona. Po, me shpres që po për mu bo ma mirë, nëse ne më rinë me dalë si për faqën e tokës, për mu bu diqka ma mirë e ma letë, jo sa për neve si minator, po për gjithë Kosovën, popullin shqiptarë. Për neve ata që ne asishën, u konë Samedin Azemi, Rahman Marina, edhe disa tjerë që i kanë bashkan gjitë Sërbi, se kanë përkra, e na kanë shty neve. E na këna lypë dërheqin e tyne.
Deri sa e kanë nënshkruar ata dërheqjen, na nuk i na dalmi sipërfaqe tokës. Selim Selimi, i cili e përjetoi nga afër grevën e vitit 1989, tregon se vështirësitë kishin nisur që në ditët e para të punës, kur përveç kushteve të rënda, kishte pasur edhe vonesa në paga. Dohen të natë këqijat. Të nëshin na fillu punën e kena fillu gjithë, po ato ditë na u vanu edhe pak rroga, po nuk kujtejshin që i për rrogin a mujue, anë nuk isha e punë heq, edhe filloj greva, e të rështë 8 ditë që ashtu të hije këtë bëtëru, deri që au krye. Greva e minatorëve të Trepqes mbetet një nga aktet më domethënëse të rezistencës qytetare në historinë e Kosovës. Sot, pas afro 4 dekadash, rrëfimet e tyre dëshmojnë se liria u arrit përmes sakrificës, qëndresës dhe vendosmërisë kolektive. Këto ishin gjitha materialet përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.